spjegoj ka gjanë në detaje, po ky akti fundit që janë caktu data e zgjedhjeve me 28 dhjetor, dhe na e kemi ditë që vetëvendosjet do të del partia e parë, po si që kanë qenë matje dikun me 40%, por kanë dru, do me thonë, qatë shumë dhe kanë fitu qatë shumë vota, unë nuk mendoj që partitë opozitare do t'ja bojnë kvorumin dhe do t'i bojnë 80 vota për zonjën Osmani. Zoja Osmani është në linjë me zotin Kurti dhe nuk është diçka që është e re as për partitë opozitare e as për qytetarët e Kosovës. Sido që tjetë, ajo ka ardhur në atë pozicion duke ju falemnderuar mbështetjes së zotit Kurti. Zoti Kurti e ka bë ato kryetare prezidente të Kosovës, pa marrë parasysh duke mos dyshu asnjëherë në cilësinë se çka ofron Zoja Osmani si personalitet, se nuk po them që nuk është e denjë për me e bë këtë pozitë, por ato se çka ka shërby për 4 vite nuk ka bo një përbashkim të partive dhe nuk ka qenë një prezidente unifikuese. S'ka provu. Kështu që nuk mendoj edhe nuk kanë çka me humb mo partitë opozitare nëse votojnë zonjën Osmani. O do të shkojmë në zgjedhje, çka ndoshta është më mirë për partitë opozitare, me shku në zgjedhje edhe njëherë me provu vetëm. Pse mos me provu? Qa kanë me humb mo? Ministri Gjoshtit pas zgjedhja, s'bajnë pas zgjedhja. Qa kanë me humb ta uljat? Unë jam për zgjedhje. Është da kemi në biznes një farë fore, kështë të thënë, shkon të një kliente me pyet një të me, që të ta pulat po më cofin, ama jam në këshill. Thot po, shtini në ujtë në zetë. Shkon i cofin gjysat, apo i vdesin. Thot, ama e pa i këshilë se më vdekën këto gjysa e puljave. Thot, shteni në ujtë ftofta, që i vdesin tjera, thot, masane metë shumë e pak pulja, thot, e, s'po bëha, thot, veç, a kina i këshilë tjera, thot, kam plëtë këshila, veç a ki pulja. Edhe, këto, po shkojmë zgjedhje, po, apo mesin më deputetëse. Po s'ka i lidhje ta ullak. Okej, me të ngu analistat e për studio, kure kia,